Jom vra shumë ushtarë të USK-s pas lufte. Po 3 raste i kam si, të më thonë, mi pa vra vllazrit e mi nuk isha ditë më mërzit më shumë. Para 5 vite edhe unë jam i plagosur në rënd, o njerin 2 shantemin, më ka vra, po Zotës më ka vra, mi nëzi kom shtu vetë 5 orë operacion, unë si ushtari Ramushit, e qa kom hek, në fund prap, o Ramushi edhe mi kom thonë, falë të kovë gjak jenë. Unë jam i vogël, me bo hakmarje ndaj ndikuj, kur Ramush Haradini e falë gjakun në vllot vetë. Një fjallë Ramushit o kon modhez, mu kallë Kosova, a i vesh e ka shyma djenë. E kem shleru ketë pejen, një shkase kem lanë pej, po zullum kur kuj si kem bo. Jom vra shumë ushtarë të USK-s pas lufte. Po 3 raste i kam si, të më thonë, mi pa vra vllazrit e mi nuk isha ditë më mërzit më shumë. Rasti javë një lezit, rasti i shokut tem, mikut tem, Mahir Lajsit, komandant Rogova, një buri madh, një luftari Zotit, me dash shqiptari me në vra, kjo të merë. Pastaj, e kem edhe rastin e vllot Ramushit, kur ka ndollën në verit, edhe ajo na ka lëndu shumë, dhe është Zoti, kur mu mos mu vra kërkush. Po këto gjana janë konë shumë me demotivu për jetës, që ka hek njeri, të natë sakrifice ka bo, edhe mi arë fundi kështu shumë zërë, ku edhe unë vetë e kom pas një sprovë, nuk e kom rëfuj, dikush e din, dikush nuk e din, para 5 vite edhe unë jam i plagosur në rënd, o njerin 2 shantemin, më ka vra, po Zotës më ka vra, mi nëzi kom shtu vetë 5 orë operacion, kom funder puna mja falë gjakin, unë personalisht Ramush Haradinit ja kom falë gjakin tem. Më ka Ramushit e shpia, ka thonë se gjak me ma falë mu, do më thonë, unë si ushtari Ramushit, e qa kom hek, në fund prap, o Ramushit edhe mi kom thonë, falë të kovë gjak jenë. Mu personalisht, që kom keni live gjallë jam, ka arë puna, që shumë e kom dasht, edhe du Ramushin, edhe familjen e tina që edhe gjakun e kom falë. Masi më ka pështu Zoti, më ka arë Ramushit e shpia falë kovë gjaki. Në anën këtë neve që jenë bashkëtarë e shokë, nuk në dhëmë gjatë, ose janë shqyqër sa konë ma shumë, Zoti e ka pasku qasë jo ma shumë, e ka të e më shpitonë në sëpë, edhe me dëshirë që kur mos në ndohë që janë është. E bolë kena probleme, e që da ka të të shpe. Në mas falja fali Zotit, edhe ty ta fali. Ty të ko falë gjaku janë. Ty jëmë të ta fali. Ty mera. Shumë përmesht. Shumë. Bak, falë e ko. Ty mera. Ka përshkoj me në. Baj, ty mera. Ty mera. Koshtë në rëmë gjithë. Ato, parëmbire shumë. Ty mera. Koshtë në rëmë. E bon që shpejt, po e bon që vora, që që nga pa dhije. Në deka kun ka thonë dhe kjo. Këto që e kom bone, do më thonë, me këshyr njën e non jam motiv tjetër se kom prap Ramush Haradinin. Ramush Haradinit ja kam vra vlam pas lufte, para vorët tina ka thonë, tjetë viktima e fundit edhe vlau janë. Do më thonë, unë jam i vogël, me bo hakmarje ndaj ndikuj, kur Ramush Haradini e falë gjakun në vllot vetë. Apo kupton, si në atë ko ka mujtë me një fjallë Ramushit o kon modhez, mu kallë Kosova, a i vesh e ka shyma djenë. Do më thonë, ne kem, si më thonë, gjdo ushtari Dugazinit, një herë që ka ndajt me Ramush Haradinin, a i do më thonë, udhërëfys e ka Ramushin. Edhe une, munona fjallët e tina, ozimet e tina mi praktiku dhe njetë. Fjallë e Ramush Haradinit të ushtari i vërtet i USK-s, sidomos në Dugazin, është fjallë si me thonë urdhër i prem. Por na Ramushi neve mrapës në kam su kur, as kes. E kem shleru ketë pejen, një shkase kem lanë pej, po zullum kur kuj si kem bo. Shleru peja, së djetoj njerëzit lirë, se njerëzit në pej, biznismenat e në pejës menojnë që ju ka ardhë liria për qelit. Ka në pej që jetojnë edhe së du të bashkë të lirë. Aty në mendojnë që ajo liri ju ka ardhë të falë.
jo ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sidomos Trafshi Dugazinit, sidomos Pejon Gjakovar, ona Deshani, ne e kem shliru pejen, nuk e kem lon asë një shkam pej. Nuk po thëmë që i kem zyt mi vra mi myt, po prezenca janë e kam parë rrezikin për neve, se ne jena të vujtun shumë për të ne, sidomos na djemt e pejës, e djemt e Kapeshnicës, që me himi përmendun e djemt e Kapeshnicës, se cilë djallë ma i zoqi se tjetri. Unë jom zero për ta. Të më thonë, na e dim vujtjen e shkaut. Edhe sot nuk ka sërbë që jetën pej. Ata nuk frigohen më për neve, po dhe ata të moshmit e tyne nuk kam ftyrë më marën pej, se kam bojë gjithë shka kundër neve. Peja ka pas më do sikur Mitrovica, po të tregova dhe një herë. Inteligjenca edhe fuqësia Ramush Haradinit, komandantit ton, heroj gjallë, ai ka pas vizion edhe peja nuk nda. Se na hi na ushtartë shpejt. Na hi shpejt më urdhën të Ramushit, dikush o hi dhe para meje. Po kur na hi, nuk ka pas vend për dy parë. Na popullatën civile serbe nuk e kemë ngucë, pa ta në konë qashtë presht edhe qëtnik, ka nikë me forcat e tëre, se s'muj bojmë vend motë na. Edhe 1000 NATO me ardhë, edhe 1000 këfora me ardhë, Serbia më më pej nuk ka qa me lypë, jo më pej, po kur kënë Kosovë, se kena hekë shumë, jena popull i vujtën 150 vjetë vesh për shkaut. Edhe Ramushi e ka shliru pejën, dhe të folë kur s'ka donë, dhe të thotë kur s'ka donë, se tash qashë bo demokracitja e ki po, na thojnë edhe hajna, na thojnë gjithë shka. Po shlirimtarët e pejës që në ushtarët e ushtrisë shqiptarët Kosovës, me komandant Ramush Haradinin. Pik. Ta na artë këfori e në artë tjertë, të partë jem na.